Varësisht rrugtimit që kemi pas, duhet çdo herë më kthy aty, edhe nëse ka pas diçka që nuk ka shku mirë, duhet me qenë ata të cilat i korrektojmë dhe i rregullojmë gabimet që dikush ka mujt mi bë mbi neve. Këtë rast nuk po flas mbi jetën time, po flas në të përgjithshmen. Është kënaqësi me fol për ndërtimin ton si njerëz. Unë kam gëzuar një fëmijëri shumë të mirë, një fëmijëri pa luks, po një fëmijëri të lumtur dhe një fëmijëri të vërtet. Kam qenë fëmiu i dytë me radhitje, me hierarki, por i pari për shkak të gjinis, dhe kjo nuk me ka dhënë pozicionin e mirë për shkak se e kam pas kontrollin më të madh, por edhe përgjithësinë ndaj të tjerëve pas meje. Në familje kemi qenë të dëgjuar kohësi shumë. Jemi ndjej të dobishëm si unë, si vëllau dhe 3 motrat e mia. Kemi pas një kontroll të shëndetshme për shkak se prindrit e mi na kanë mësuar se si me u mbrojt nga bota, por dhe si me qenë pjesë e saj. Kufizimet kemi pasur në ndikimin e asaj që jo të kufizuar dhe të mbyllur, por të qasshëm në kuptimin e asaj se prindrit çdo herë kanë deshur me tregu autoritetin e tyre mbi neve, dhe po besoj krejt këto kanë qenë dhe më kanë ndihmuar edhe sot në formimin tim, kështu si jam, mirë e keq, por edhe mas shumti në atë se çka unë reflektoj sot edhe te 2 fëmijët e mi. Sa bukur. Po çka kujton në këtë pjesë të fëmijërisë? A ka diçka të rëndësishme? A ka asete të rëndësishme për me i kujtuar sot? Ka progrese dhe ka regrese në rrugtimin. Përpos kësaj, unë fuqishëm e besoj që ke qenë edhe si fëmijë dikur i vogël shumë e dashur edhe me të tjerë, që të njohemi sot nëpërmes ekranit. Vllau është i pari, Valoni, unë jam e dyta dhe 3 motrat e mia. E thash që fëmëria ime, unë nuk kam qenë fëmijë problematik, po siç problemet më kanë ndjek vazhdimisht. Ndoshta se vllau mi ka hap rrugë dhe unë veç kam ekzekutu. Por që kam rrëfime, kam gjëra të cilat i tregoj. Po çka më karakterizon edhe që ndoshta ma kanë definuar prindrit këtë pjesë, është që sikur një zoo i prej fëminis më ka thirrë, ose kam pas para veti çdo herë kamerat pa dukshme. Pjesën e PR-it, pjesën e media, se kam dash qysh e vogël. Më kujtohet edhe prindrit vazhdimisht ma theksojnë, po edhe krejt njerëzit halla daje teze me këta që si familje që kemi pas dhe kemi marrëdhënie ndërfamiljare me njerëzit e afërt, e din qysh unë e kam lujt. Loja jem ka qenë shumë e veçantë se të tjerëve. Unë kam bë audiencë me jastak, shpeshher i kam fut në lojë dhe motrat e mia, dhe kam marrë ndaj brush çka do që më ka qellu përpara dhe i kam lexuar lajmet me ngjarje që unë i kam shpik, pa ndodh hiç. Edhe kjo nashta më ka përcjell, s'po di, nashta me përkufizu ka një zot që më ka tregu gjithë që qësoj rrugë kime shku. E kom dash jashtëzakonisht shumë. Kjo ndjeshmëria me fol, lidhja me fol me të tjerët, me përcjell një fjalë, me qenë PR-i një diçkaje, më ka jep emocion prej fëmij. Kjo ka qenë njëna që e kisha theksu, dhe kisha theksu sene jo shumë të mira që i kom bo. Tregonat, aksidente fëminore kom pas, po çdo herë du me theksu që jo për shkak të ndonjë pakujdesie të prindërve të mi, sepse prania e prindërve tonë ka qenë çdo herë e pranishme aty jo veç fizikisht, po edhe në forma të tjera, dhe kujdesi tyre ka qenë jashtëzakonshëm edhe kur s'kan qenë, për shkak se kanë rekrutuar njerëz tjerë që më na kontrollu neve. Po për shkak të jam pak tip kurreshtar. Tregomi këto që do të më nxjerrën. Si kom përmen asnjëherë lart. Është koha momentit. Po jam mirë tash, mos me mendu më ma lidh. Jo, po flasim për fëmijërinë. Për një fëmijëri, po unë kom pësu 2 aksidente në fëmijëri. Njëherë kom ra prej kati 2 të një shtëpie. Dhe kjo jo pse jam hutu ose diçka, po se kemi desh me provu një lloj shpejtësie me një kojshike që kemi lujt zakonisht bashk. Dhe shumë pak ditë ose javë kujtoj më ka shkel edhe një vetur, po kurreshtja, dhe kjo ka qenë kurreshtja. Mi shumë i gjallë. Kam qenë shumë fëmijë i gjallë, po nuk kam qenë nga ata fëmijët që është dashur me pas atë fat protektivitetin e njerëzve afër, po thash, unë nuk i kam ndjek problemet më kanë ndjek mu,
po nuk e përjashtoj kurreshtjen që kom pas për gjana, edhe ngjarje kështu të ngjashme si këto, po që këto dyja dhe ajo që e përmend ajo është që është e vërtet që shpesh herë mendjen ta kristalizojnë shumë sene që ti në shtaf fëmiri. Shpesh fëmijët e mi ja auditoj sot e shoh ka janë me ato që ka dojnë, me ato që i tërhek. Së është shumë interesant edhe në filozofi, edhe në psikologji, edhe në fizik, thuhet që njerëzit senet që i dojnë tërhiqen andej. Bo është kërkus për që ato senet që ti brenda vetës i ki. Kjo më karakterizon shumë, edhe di që shumë njerëz ma përmendin, edhe këto dyja që i thash që edhe nuk janë konë shumë të leta, po unë kom pështu, është shumë interesant që unë kom pështu pa lëndime, do të thot deri sa kom rri në urgjencë, unë e veç jam këfill. Po sot ati përmendin familjar, print, ati përmendin këto detajet të rëndësishme? Shumë i përmendin edhe e ka një farfrike gjithë, se na shqiptarët në Kosovë e kemi këtë e treta e vërteta, dhe shumë tutën, mos na i sen po përplasna me dikon, ose me diqka, po që tash normali më rritë edhe unë jam shumë kujdesshme dhe nga përvoja që i kum pas tash dhimbën fëmijët e mi, se 5 fish ma shumë i kontrolloj edhe shumë mos... A i ke përcjell këto mesazhe të fëmijët apo nuk ke përcjell? Jashtë linjave të kuqe, realisht fëmijëve me nuk ju këmë tregu, vish mujnë me ngujnë, se janë shumë, halo janë fëmijë që nuk mujnë me i kontrollu emocionet, edhe persona që e marrin shumë për zemër me ju tregu këtë pjesë, po normalisht unë menoj që pak si shumë i kontrolloj dhe shpesh herë me babin e kam një lidhje të jashtëzakonshme, me nanën krejt e kanë, sepse është diçka brenda ADN-s që nuk njerëzit s'din me fol, është diçka që zakonisht senet e mëdha është zor me i përkufizu, por që me babin e kam një lidhje të jashtëzakonshme. Nuk e di, babi më thirr momentin kur unë kam nevojë, edhe pse se din që unë kam nevojë. Babi reagon në situatat e mia edhe kur ai nuk din që unë kam nevojë për të. Edhe flasim për këto pjesë. E di emocionosh këtë pjesë, kështu që zash. Jo, nuk jam prej atyne që po që mbrana janë normalisht mund të jo vëtënje që kur nuk ndodhë në media me kajt, me nëzirë gjatë, apo nështë janë botë zakonshme të qarat? Po menaj që edhe lotët janë të mitë, edhe i kam situatat e mija kur edhe i nëzirë, por që janë të mira këto që pithojmë. Sigurisht. Janë të mira edhe po besoj që normalisht emocionet kanë janë të miksume, ka diversitet mes tyne, po që babi shpesh e përmenda mi thot do sene që kur i përmenum edhe i folum, që ditë na se diqysh ja bojti një farë Nostradamusi, te one një farë busulle rëndësishme, po që normal emocioni është i mirë më shprej, emocioni është mirë më kontrolu, por që kontroli është i domosdoshëm në atë se kur na i tregojmë